Për të shkuar tek Uzumbaba, një nga vendet e kultit në Vlorë, rruga nuk është pa sfida. Besimtar, por edhe të huaj. Turista apo vizitor të thjeshtë që shkojnë në këtë vend tregojnë se rruga e Këmbësorëve prej vitesh është duke degraduar. Shumë e vështirë është rruga. Ja si që shikoni vetë në sytë tuaja. Vetëm gënjeshtra ka, se punë nuk ka. Tereni është i vështirë është. Edhe rruga. Ka duhet përmirësim. Sa vite po bën në këtë gjendje? S'ka nevojë për ta shkuar, duket që po bën vite të tëra që s'ka vend njëri dorë. Servet Kamberi prej 15 vite shërben në vendin e shenjtë dhe tregon se vetëm për shkak të rrugës numri i besimtarëve që vizitojnë këtë vend ka rënë ndjeshëm. Kjo sipas tij pasi e kanë të pamundur, sidomos mosha e tretë për të ardhur aty, duke refuzuar këtë vend të kultit, por që njëkohësisht është edhe një prej vendeve më atraktive të qytetit. Rrugët janë për i bret, qoftë rruga këmbësore, qoftë rruga me makinë. Kjo Këmbësoria, shkallaret e vjetra, monument. Shkallët e vjetra që kanë qenë, janë bërë rreth në 67-68, nuk e di kur janë bërë, janë rënuar, kanë rënë dhe do bëhen njëzit copa. Ndërkohë edhe rruga e automjeteve që të çon në vendin e shenjtë ka rënë pre e amortizimit. A2CNN u interesua edhe në Bashkinë e Vlorës, që pohoi se ka hartuar tashmë projektin për rehabilitimin e shkallareve.